Do të kem parasysh që ne vazhdojmë investojmë vazhdimisht në sisteme të reja teknologjike dhe kjo është një investim ose ecje përpara me teknologjinë në diçka e cila nuk është e diskutueshme pra Shqipëria patjetër do të vazhdojë të jetë në hapin e kohës, të mbetet mbrapa. Megjithatë, në momentin që ne shikojmë që her pas here ne kemi dështime duke u përballur me sulmet të tilla, sepse rasti i këtij sulmi të fundit pra, patjetër është një dështim, duhet që të rishikohet me kujdes. Është e vërtetë që ne vazhdojmë të kemi investime edhe në fushën, sidomos të mbrojtjes kibernetike, megjithatë mendoj që ka akoma shumë për të bërë. Duhet kemi parasysh që sistemet sado që të jenë të fuqishme në momentin që ata bien pastaj në pre të forcave keqbërëse, qoftë dhe shteteve keqbërëse në të ardhmen, ata na kthehen bumerang dhe ne mund të kemi problematika shumë më të mëdha për tyre se sa po të mos i kishim. Në rast se një sulm kibernetik arrin të depërtojë në sistemet shtetërore, cilat janë rreziqet konkrete për qytetarët? A mund të kompromitohen të dhënat personale, financiare apo edhe ato publike? Akthimi në sisteme të rëndësishme ose në struktura të rëndësishme ose struktura kritike, infrastruktura kritike, patjetër ka një rezultat goxha negativ dhe preket gati gjithçka ku sot shoqëria pra punon dhe jeton. Kështu që patjetër mund të kemi marrje të këtyre të dhënave, mund të kemi dëmtim të këtyre dhënave, pa shkak se normalisht nëse sistemet ndërtohen ashtu siç duhet, në përgjithësi ekzistojnë mënyrat e backupit, pra që ne të kemi rikthimin mbrapa të tyre, por dhe rrjedhja e të dhënave sjell dëmtime goxha të mëdha dhe ka goxha efekte negative në jetën e qytetarëve. Për sa i përket të dhënave financiare, duhet kemi parasysh që në përgjithësi të dhënat financiare të qytetarëve janë në bankat e nivelit 2, të cilat janë sisteme, të cilat janë të ndara nga sistemet e tjera, pra ku ne kemi të dhëna. Që do të thotë, do të jetë, mendoj unë, është goxha e vështirë që ne të kemi një sulm i cili do të merrte dhe do të prekte të gjitha këto sisteme njëkohësisht. Sidoqoftë, çdo sistem ka të dhënat e tija, dhe nëse ato nuk janë sekrete, përsëri ato janë sensitive, pra janë të dhënat të cilat nëse bien në duar të autorizuara, humbasin vlerën e tyre dhe shpeshherë pastaj përdoren në forma nga më të ndryshme për shantazhe, për mashtrime, kështu me radhë.